dalim tek një detaj tjetër, sepse pa diskutim nuk është hera e parë që opozita ndërmerr një strategji të tillë të protestave të vazhdueshme, apo jo, mund të kujtojmë një sër protestash të tjera të cilat janë zhvilluar në mënyrë periodike, si puna e këtyre të cilat kanë nisur tani, siç kanë qenë për shembull përpara ambienteve të Bashkisë së Tiranës, siç kanë qenë poshtë dritares së zotit Berisha për gjatë kohës që ai ka qenë arresti në shtëpi. Pra, ne e kemi parë këtë si strategji. Në rastet të cilat unë përmenda, ju keni vërejtur edhe rezultatet. Rezultati nga protestat që po zhvillohen tani, ose le të themi objektivi kryesor, cili do duhet ishte? Dhe do të ndaloni apo jo deri në arritjen e atij objektive? E soll shumë bukur si shembull protestat që u bën përpara bashkisë. Po. Ato kanë qenë për një kohë shumë të gjatë, ato kanë qenë protestat të qëndrueshme, të vazhdueshme, të përditshme madje, larg kompleksit të numrave që shpesh herë na anatemonin media, rrjete sociale, portale për të na demotivuar për mos vazhduar protestën, por në fakt vazhdimësia, qëndrueshmëria bëri që të jeni të sigurt që SPAK nuk do të kishte vepruar në atë formë që veproi në qoftë se nuk do të kishte presionin e opozitës në mënyrë të vazhdueshme. Dhe aty protestat kanë qenë vërtet të një formati, unë do të thoja, të shkëlqyera, edhe për pjesëmarrjen, por edhe për mënyrën e organizimit, me atë foltoren e vogël, ku dilte dhe fliste kushdo që ishte pjesëmarrës në protest, pa një skenar të para përgatitur dhe për të thënë që çfarë duhet themi atje, por duke edhe të lirë qytetarëve të Tiranës. Dhe rezultati ishte, unë do të thoja, shumë produktiv. Në fund fare kemi kryetarin e bashkisë të shumë diturin dhe të shumë përfolurin si njeriu më punëtor dhe njeriu më të votuar, sot e kemi në burg, në arrest dhe pret që të kalojë në gjykat për të marrë dënimin. Parë në këtë këndvështrim do të thoja që në atë format duhet të jenë edhe protestat në vazhdimësi që ne duhet bëjmë dhe patjetër që të paktën kështu është diskutuar dhe demokratët të gjithë janë në një qëndrim. Protestat vazhdueshme, me mjete nga më të ndryshmet, me forma nga më të ndryshmet, të larmishme protestat, duke marrë mendimin edhe të qytetarëve, edhe të demokratëve, edhe të ekspertëve, edhe të politikanëve, për mënyrën se si duhet të veprojmë për ta detyruar të qeveri dhe këtë kryeministër që të japë rrugë të lirë qytetarëve për të votuar të lirë. Këtë kërkojmë ne. Nuk kërkojmë rrëzim të qeverisë me protestë, se ne e dimë që me protestë qeveria nuk rrëzohet. Mund të bësh protesta sa të duash, të rrethosh kryeministrinë një ditë, 2 ditë, 3 ditë, por ai ikën nga kryeministria, e mbylli vë ato hekurat aty dhe vazhdo pi verën 33.000 euro, ai nuk e ka problem fare. Por kjo vazhdimësi, kjo qëndrueshmëri, ky presion i vazhdueshëm i shumë qytetarëve do të bëj që ta bllokoj veprimtarinë e kryeministit dhe të bllokoj veprimtarinë e qeverisë. Ky bllokim bëhet me masivitet dhe qëndrueshmëri. Pra le të themi deri në këtë moment protestat do të vijojnë. Kam dhe një element tjetër që besoj që është i rëndësishëm.